Mirë mëngjes. Ne po ikim në plazh. Po e hap tani se ishte e pamundur ta hapja më parë. Por gjithsesi, nuk e kemi vendosur se ku, po do ikim diku. Mami, qa po bëm? Ma të bëra me këto tani unë, tani të bëj mustash. Asgjë. Ja marrë gjithë ditën me dollapin, ama më në fund të rregullova se nuk kisha nxjerr akoma rrobat e Beharit. Kur më duhej të kërkoja ndonjë gjë të vishja, nuk gjeja. Ose visha gjithmonë të njëjta, duke pasur 100 bluza atje dhe 100 val pantallona. Për më tepër që nuk gjeja dot bikinit, rroba vanjot, edhe më në fund të bëra mbar për t'i rregulluar të gjitha. Tjetër kam kush e di se lavatriçe për të larë, sepse një ditë shkuam në protestë. Një ditë dolëm me një shoqe të Olës, edhe me mamin e shoqes. Të dielën ishim në plazh, dje shkuam tek mami Endrit, edhe duhet të prestojmë, nuk po i tregoj tu se i kam o zot o zot. Kishim për të mbledhur patatet, për të shkulur, thuhet patatet. E ndihmuam pak. Kështu kur kam për të punuar pak, në një gjë të vogël, punoj unë te toka, nuk e kam problem. Ama të vitë merrem gjithmonë me toka, me kopshte o zot, e kam vdekje. Nëse, filmova shumë pak, edhe pa u leksu tani që të shikoj. Pjesën e plazhit, shkuam në Lukov, kishim qenë para ndoshta 2-3 vitesh. Na pëlqeu, edhe shkuam prapa aty, do thënë jo, ka pak plazhe më përpara. Sigurisht që ka, po donim të shkonim atje këtë herë. Do me thënë, kemi shkuar nga ora 1:30 ndoshta dhe kemi ndenjur deri në orën 7 e pak. Më pas u kthem në Saran, të ngrëm darkën edhe u kthem direkt për Fierë sepse Endrit e nesërmen ishte në punë, kështu që na duhet të ktheheshim. E të s'do e besoni, po kam ndenjur gjithë ditën në diell. Do me thënë që në orën 1 pak u shkuam edhe deri në orën 7 unë kam ndenjur në diell. Po bëra me krem mbrojtës edhe më pas aplikoja atë ujë nxirrës. Ka marrë një hije të lehtë. Besoj që edhe disa herë të tjera në plazh dhe do marr atë ngjyrën jo çokoladë, po tani siç e thash do merrem seriozisht me lavatriçet. Dhe që se këtu nuk kam punë, kam thjesht për të rregulluar pak krevatin. Bye bye. Kështu. Do nis ditën e sotshme me një pako nga Temu, kam vetëm 2 gjëra të vogla. To kisha në fakt shumë që po e prisja, o vanuan tepër, por nesër rëndësi ka që me erdhën. Kam porositur syze, edhe shikoni pak Temun. Në kuti në qese, me një manual, që nuk e di qa manuali është ky për syze, po nesër, prap një qese. Me picetën e tyre, edhe këto.
këto janë syzet. I zgjodha vetë që ti ishin kështu të vogla, në fakt nuk i prisja kaq të vogla, i prisja pak më të mëdha, po janë shumë të bukura. Edhe më duket se edhe më shkojnë. Duke qenë se janë vogla dhe fytyra ime është e imët, besoj se këto syzet e vogla më tregojnë pak më lezetshëm, le të them. Po. Okej, mjafton. Edhe gjëja tjetër, kam marrë dhe sigurisht dhe një qese, më pas në një qese tjetër, pritë shkoj këtu ka nga këto, jo, më pas ka qenë kanë me kështu vetë, këtë pjesën mbrapa, nuk kanë nga ato palçuk. Edhe janë dy të vogla, nuk fokusohen. Si që kam thënë, janë fiksuar me këto vetët e vogla që i vendos tu. Kam marrë këtë kjo ka filluar të nxjihet nga pak, se unë nuk është se i heq, edhe mora këto që ti vendos, se do vendos direkt njërën tani, vendoj të vendos të. E me dalë më ra. Vendos këto në përbënde. Sot hapej Sinsej këtu në Fier, tek një qendër tregtare, por nuk shkuam. Sepse Endri është në punë, ne nuk u fluam dot, plus që është pak rrugë e gjatë që këtu ku jemi ne deri te qendra. Edhe e lan fare. Bëj edhe një festë shumë për fëmijë. Mbas e shkojmë mbas dite kur të vijë Endri nga puna. Nuk besoj se do ketë shumë radhë, nuk e besoj. Por që gjithsesi. Edhe më vjen shumë inat, sepse makina tjetër që kemi tonën, nga që Indri shkon me makinën e punës në punë, është e parkuar poshtë. Unë nuk mundem ta ngas. Nuk e mësoj do se kam frikë, vetëm një herë kam tentuar që ta provoj, jo më duket shumë, jo e vështirë, po e frikshme. Më duket sikur sa ta marr unë dhe do përplasem. Po nejse, siç thash mbas e shkoj mbas dite. Ishim dhe si që thashte Sinsej, morëm disa gjëra, po kishte shumë njerëz, shumë radhë dhe kasa, po prapja dolat mirja janë dy gjëra kështu shpejt e shpejt. Pa tjetër që do shkojmë një ditë tjetër, që të shikojmë pak më mirë. Mora këtë çantën, që lexon kjo, Good Vibes Club. Është e holl, do me të duket. Kam filluar të më pëlqejnë shumë të çantat, sidomos kur dalim për shembull xhiro nga lumi, fut shishen këtu, fut ujë për qenushin, edhe ishte bërë 1000 lekë. Mora këtë, kam dy të vogla si kjo, që mbaj sheqerin dhe kafen, po e mora edhe këtë të fut në një makaron të gjatë, në një gjë nuk e di. Mbase do një biskot kur të marrim, okej, më pëlqeu. Kjo më duket se ishte 1500. Edhe fundit mora këtë shiriun. Ky mbante shumë mirë të mirë. Jo, shumë. Afro ati manit erë. Shumë mirë të mirë. Me citrus tot këtu, po. Shumë i gjatë. Citro. Ajo duhet jetë. Faktura. Mori Endri një bluzë, një kanatiere dhe një palë pantallona plazhi. Mori dhe Adrola një si tip libër shumë ngjyrosje. Opa. Mora këtë. Bravo. Si që thashtë dhe dje, sot do ikim tek festa, apo nuk jam thash. Nisë. Do ikim tek festa, bëj një festu në Fier, në Pojan. Do shkojmë mbas dite. Do të fillojmë bëjmë gati se ne na duhen 3 orë. Këtu kam pastruar pak, kam për të larë edhe enët që jam bërë. Po si shte mund nejste dhe këtë, edhe po djoqa dhe vetullot, edhe më duket se kësa radhe i kam qarë. Si u duken? Më duket se po, si kam qarë. Dje dolëm bërëm edhe pak supermarket, morëm ja 2 gjëra të vogla që na duheshin, edhe morëm akullore, bërëm edhe 2 ditë para, por nuk ja u tregova. Shikoni, ka bërë 2 tasa të mëdhenj, se me Adrolën nuk ja dalim dot me akullore. Dalin super të mira, janë vetëm me qumësht edhe me atë paketën që shitet për të bërë akullore. Ne I morëm te Shpari, po besoj se duhet ketë kudo. Adrola këto mund t'i ketë maksimumi 2 ditë të dyja.
dalin shumë të mira. Këtu kam bërë 2 me çokollatë, këtu kam bërë 1 me lule shtrydhe. Po kishte edhe me vanilje dhe me stracciatella. I morëm edhe këto adrollës 10 tek Shpari, kur bërëm në supermarket, ishin me ofertë, ishin bërë 2000 lekë. Ne ja morëm numër 26, po edhe adrollës i rinin pak të lyshme, po është e fiksuar, o ti ke ngjitur me këmbën, ose nuk i vesh fare. Njësi, gjithsesi këto nuk është se do shkojnë dënë, se mund t'i veshi vitin tjetër, ose mund t'ja çoj tek kopshti, për t'i veshur aty brenda, po që ja morëm, janë shumë të bukura. Crocs. Crocs fake. Tani unë erdha këtu sepse do qëroj pak patate, t'i skuq se do bëjmë pite me salqiqe, me patate, me pak ketchup, me pak majonez, me pak spec djegse dhe mua. Vjen super. Kam bërë kështu këtë mua nesër. Ika. Nga dure tani se tërë ditën kam këtu në 4 veta kanë ardhur. Njerën hapër nga 3-4 pite ata se kishtë dalë miell i ri dhe kafe s'morë. Dua të këndojmë të gjithë bashkë, dua të shoh një me duart larg. Edhe fundin, dua ta shoh që fije me duart larg. E në tupia jo. Ishim tek Shpari, prap tek supermarketi. Do bënim dhe një xhiro nga lumi për të nxjerrë pak qenushin, po Endrit i doli një punë, kështu që u kthea në shtëpi tani. Mora çantën. Do pagoj çikunin ati? Po, morëm, molto. Ishim bërë me ofertë, kështu që e mora një pako. Majonez, qumësht, për të bërë akulloret, morëm 2 këtë erë se adrolla sa të ketë hang, këta me vanilje dhe këta me çokollatë. Morëm salqiqe, një të madhe, një të vogël, këtu brenda ka prosciutto, adrolla. Okej. Kjo e adrollës. Faleminderit, mami. Shkrepja ashtu që e donte. Edhe bira. Kështu, edhe kështu. Do i vendos gjitha në vende këto. Ka që plevëm? Këto, ka një plevëm. Mirë. Do ndrohem tani, po bëra një porosi që parti këtemu si influencer tashmë. Porosita janë 2 gjëra të vogla, jam duke i pritur tani. Kur të më vinë, do fillojmë pastaj me kontentin për temu. Nëse pi të gjithë, në pak, okej? Pse? Se s'të bën mirë. Si shtash kur të vinë do ja u tregoj më shumë, kam porositur disa gjëra vetë, edhe do kemi një goxha unboxing nga Temu. Nesër do ikim në plazh edhe unë tani po mendoj që të nis një vlog të ri. Nuk e di sa i gjatë ka dalë ky vlogu, po gjithsesi do e mbyll këtu, duke shpresuar që ky vlog t'ju ketë pëlqyer. Ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një share, një koment, e bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Paqim!
to the highway. I should have seen it.